Mirë se vini! Sot do të zhytemi në një proces vërtet thelbësor për çdo biznes. Auditimi e stokeve. Do të zbërthejmë gjithçka, nga kontrollet e brendshme dhe numërimi fizik, deri te mënyra se si auditorët analizojnë rreziqet për të siguruar që shifrat në letër përputhen me realitetin në magazin. E gjithë historia moderne e këtij procesi fillon me një numër, një shifër tronditse, $19 milion. Ky ishte vlera e aseteve fiktive në pasqyrat financiare të kompanisë McKesson & Robbins në vitin 1939. Një mashtrim që, siç do ta shohim, e ndryshoi auditin përgjithmonë. Kjo ishte pyetja që të gjithë bënin pas skandalit. Imagjinoni pak, $10 milion nga stoqet e kompanisë thjesht nuk ekzistonin. Ishin fantazm. Ishte një tronditje e vërtet për gjithë botën financiare. Si ka mundësi që askush nuk e vuri re? Po, përgjigja ishte shokuese në thjeshtësinë e saj. Auditorët nuk kishin shkelur kurrë në magazin. Ata thjesht kontrollonin letrat. Dhe pikërisht kjo katastrofë krijoi auditimin modern të stokeve. I detyroi auditorët të ngriheshin nga tavolinat, të linin pas librat kontabël dhe të shkonin të shihnin me sytë e tyre. Auditi u bë një proces fizik, jo thjesht një punë zyre. Mirë, atëherë çfarë bën saktësisht një auditor kur hyn në atë magazin? Cili është misioni, qëllimi final i tij kur kontrollon stoqet? Në thelb, gjithçka përmblidhet në këto 4 pyetje kyçe. A ekziston malli? A është regjistruar i gjithë malli? A është vlera e tij e saktë dhe a i përket vërtet kompanisë? Këto janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet çdo auditim i stokeve. Ato sigurojnë që realiteti të përputhet me atë që shkruhet në letra. Por para se auditori të fillojë punën e tij, ekziston një linjë parëmbrojtjeje, një sistem që vetë kompania duhet ta ketë ndërtuar për të shmangur gabimet e mashtrimet. Bëhet fjalë për kontrollet e brendshme. Këto janë rregullat e lojës, politikat dhe rutinat që mbrojnë pasuritë e kompanisë, përfshirë edhe stoqet. Një sistem i fortë kontrolli është si një themel i shëndosh, ai minimizon rreziqet shumë kohë përpara se auditori të trokasë në derë. Le të marrim ciklin e blerjeve. Për shembull, një sistem i mirë ka një gjurmë letre të qartë për çdo gjë. Gjithçka fillon me një kërkesë, pastaj një urdhër blerje zyrtare dhe në fund një raport që konfirmon se malli ka mbërritur. Çdo hap është i dokumentuar dhe i verifikueshëm. Edhe këtu vim te një nga konceptet më të fuqishme, ndarja e detyrave. Ideja është shumë e thjeshtë. Asnjë person i vetëm nuk duhet të kontrollojë të gjithë procesin. Pse? Sepse kur një person porosit, një tjetër e pranon mallin dhe një i tretë bën pagesën, krijohet një sistem i natyrshëm kontrolli të ndërsjellë. Rreziku për gabime apo mashtrime bie ndjeshëm. Por çfarë ndodh kur këto kontrolle dështojnë? Pasojat mund të jenë të rënda. Shikoni rastin e Sheraton Hotels. Agjentët e blerjes merrnin ryshvet për të nxjerrë informacione dhe kjo çoi në çmime të fryra. Ky rast na tregon fare qartë se sa shumë mund t'i kushtojë një kompanie dështimi i kontrolleve të brendshme. Dhe kjo na sjell drejt te momenti kryesor i auditimit të stokeve, numërimi fizik. Ky është momenti i së vërtetës. Praktika që lindi pikërisht nga hiri i skandalit McKesson & Robbins, ku bota e financës mësoi se të shohësh do të thotë të besosh. Këtu duhet të jemi shumë të qartë për një dallim thelbësor. Menaxhimenti i kompanisë është ai që e bën numërimin. Përgjegjësia e tyre është ta kryejnë atë. Roli e auditorit të vëzhgojë, të testojë dhe të vlerësojë procesin. Auditorët nuk numërojnë çdo kuti, ata verifikojnë që mënyra se si numëron menaxhimenti është e besueshme. Që ky vëzhgim të jetë i suksesshëm, kompania duhet të ketë një plan të hekurt. Kjo do të thotë të ndalosh lëvizjen e mallrave, të përdorësh etiketa të numëruara, të ndash mallrat e dëmtuara dhe kështu me radhë. Pa një plan të tillë, i gjithë procesi mund të kthehet në kaos dhe të dhënat do të ishin të pavlefshme. Tani, roli i auditorit nuk është pasiv. Ata nuk qëndrojnë thjesht në një cep duke mbajtur shënime. Përkundrazi, roli i tyre është shumë aktiv. Le të shohim se çfarë bëjnë konkretisht. Auditorët bëjnë numërimet e tyre testuese, duke krahasuar rezultatet me ato të kompanisë. Ata janë me sy hapur për çdo shenjë të mallrave të vjetruara apo të dëmtuara. Mallra që mund të jenë regjistruar me një vlerë më të lartë se realja. Ata regjistrojnë dokumentet e fundit të hyrje-daljeve për të siguruar që transaksionet janë regjistruar në periudhën e duhur. Në thelb, ata mbledhin prova fizike për ekzistencën, plotësinë dhe vlerësimin. Në rregull,
Kemi folur për kontrollet, kemi folur për numërimin, por si lidhen të gjitha këto pika së bashku për të formuar opinionin përfundimtar të auditit? Kjo tabele tregon lidhjen në mënyrë perfekte. Çdo veprim që bën auditori është i dizenjuar me një qëllim specifik. Për shembull, vëzhgimi i numërimit fizik ndihmon në vërtetimin e ekzistencës, plotësisë, të drejtave dhe vlerësimit. Testimi i çmimeve fokusohet te vlerësimi. Asgjë nuk bëhet rastësisht. Çdo procedurë i shërben njërit prej atyre objektivave themelore që përmendëm në fillim. Dhe ja ku arrim në përfundim. Një opinion auditimi besueshëm është si një ndërtesë me dy shtylla kryesore. Nga njëra anë, kuptimi i thellë i sistemit të kontrolleve të brendshme të kompanisë dhe nga ana tjetër, verifikimi i atij sistemi me prova konkrete, fizike, të mbledhura gjatë numërimit. Në fund të ditës, mësimet që nxjerrim nga auditimi i stoqeve nuk janë vetëm për auditorët. Janë parime themelore për një menaxhim të shëndosh biznesi. Dhe kjo na lë me një pyetje për të menduar. Si mund t'i zbatojmë këto parime të kontrollit dhe verifikimit fizik, qoftë në një kafene të vogël lagjeje apo te një prodhues gjigant global për të mbrojtur më mirë asetet tona më të vlefshme?